Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, meqense unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Unë kam qenë shumë bujar me partitë opozitare, pra kemi pritur gjatë që të merremi vesh me opozitën. Me që su morëm vesh, deshëm që të takohemi, që të merremi vesh, edhe atëherë kur çështja shkoi në gjykatën kushtetuese, na u tha që duhet të takohemi pas aktgjykimit. Pas aktgjykimit u takova me LDK-n, PDK-ja refuzoi që të takohemi. LDK-s ja kanë bërë 2 oferta, njërën për bashkëqeverisje, tjetrën për rokad në kryesinë e kuvendit, pastaj PDK-s për rokad në kryesinë e kuvendit, por thjesht nuk po mduken të gatshëm e të interesuar për marrëveshje dhe ky është një dëm i madh për shtetin e Kosovës. Merreni me mend, mazhoranca i ka 66 deputet. 66 deputet. Partisë që i ka 15 deputet. I kam ofruar të bëhet kryetari i tyre zëvendësi, që i bie në mungesë timen ai t'ju udhëheq mbledhjet e qeverisë dhe 4 ministri. Pra, Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë i kam ofruar 2 fish më shumë se partisë Guxo. Partia Guxo ka garuar bashkë me mua. E partisë që ka garuar kundër meje, i kam ofruar 2 fish më shumë. 4 ministri. Edhe u refuzua. U tha që nuk bëm vetëvendosje etiketë të 3 pozita. Po ja pra, s'po e kemi kryetarin e kuvendit. Jo po vetëvendosja s'duhet ta ketë presidentin. Po le të ma gjeni njeri më të mirë se Glau Konjuksa që i ka mbi 318.000 vota.